Një çështje bashkëkohore të cilën është me rëndësi që ta dimë të gjithë, është se a duhet ta marrim çdo gjë të re që vjen apo ta anulojmë. Kjo lidhet me çështjen se a duhet jemi mendje hapur apo mendje mbyllur. Disa njerëz janë vetëm mendje hapur. Dhe si rezultat i mendje hapërsisë të tyre të gjithmonshme, marrin çdo gjë që është e re, pa e marrë parasysh a është e dobishme apo e dëmshme. Kjo është shumë e keqe, sepse do të marrin gjërat më të shëmtuara, më të dëmshme dhe më degeneruese. Në anën tjetër kemi disa njerëz tjerë të cilët janë mendje mbyllt, kanë alergji ndaj gjërave të reja, janë primitiv, nuk marrin asgjë e re që vjen moderne. Edhe kjo është gabim. Dhe këta njerëz nuk e kanë mendsinë e zhvilluar. Mesatari është të jemi herë mendje hapur, herë mendje mbyllur. Në kuptimin me marrë shembullin e shtëpisë. Shtëpisë herë ja hapëm derën, e herë ja mbyllëm derën. Nuk ja hapëm derën shtëpisë që të futen e gërsirat, që të futen kriminalet, sepse shtëpia shkatërrohet. Kështu është edhe mendja, nëse ja hapëm mendjen çdo gjë, mendja do të shkatërrohet. Por edhe në anën tjetër, nëse mban shtëpinë gjithkohë mbyll, ajo shtëpi do të myket, do të shkatërrohet, do të prishet. Prandaj saktë është që mendjen herë ta hapum, herë ta mbyllim. Me ditë ku me hap dhe me ditë ku me mbyll. Kjo është ajo mesatarja, edhe me gjërat e reja moderne të cilat na vijnë, jo gjithmonë me i pranu çdo gjë që është trend dhe e re me shku pas saj. Se kjo tregon që ai njeriu është shumë mendjelehtë, shkon gjithmonë me trendin, shkon gjithmonë me shumicën. Kjo nuk është e saktë, kjo është mendjelehësi, kjo është idiotësi. Po edhe në anën tjetër mos bëhemi prej mendje mbyllëve, prej primitive, po ta mbajmë mesataren midis këtyre dyjave.